unë e kisha atarën këtu në dorë, po loste me mua, po bënte kollotumba, kështu domethënë po lëvizte dhe papritur ajo u bë e bardhë, puza u nxi, syt ikën, të dy syt ikën këtej, domethënë u bën të bardha dhe dhe ajo dridhja, domethënë unë nuk e në parë unë ja vura bëre ti dram dhe jam i sigur që nuk kanë qenë me të njëjtin nivel dhe të reagoje ti. Unë aty ika, nuk të reagoje ti ashtu si që reagove, që vajte mora febril e ktheve në formë supposte dhe bëre gjën më të mirë sepse më vonë na e shpjeguan ti e dije. Ajo ishte thash, aty i vura unë vullën se çfarë sa e ftohtë, në kuptim sa e fortë je ti për të përballuar dhe për të dhënë aty momentit zgjidhje. Unë atë ikjen deri në unë e kam. Të vjen shpesh ajo një moment, të vjen të kujtohet. Se mbaj mend që ata në mbaja unë mbrapa dhe ti jepje ti makinës. Po. Tani është venitur pak se më duket sikur kaloi, sepse ajo është mosh ashtu, po çdo udhtim, çdo largim jashtë Tiranës, ajo gjithmonë unë kam qenë dhe ti e di që unë po si shtaf ajo gjë, ilaçi nuk nisemi.